Dhe kemi të bëjmë një buxhet thuhet diku tek $140 milionë për 8.000 kamera. Ta gjykojmë si çmim do ishte gabuar, se ndoshta mund të bëjë më shumë. Kostoja që a janë kostot të flyrë për një. Atëherë nuk e dim. Pse nuk e dim? Sepse nuk kemi informacion. Thjesht është thënë që do kemi 8.000 kamera. 8.000 kamera mund të kushtojnë edhe €200.000, mund të kushtojnë edhe €500.000, mund të kushtojnë edhe €1.000.000. Por çështja është çfarë sistemi shndrojnë pas këtyre kamerave, kush do bëjë mirëmbajtjen e këtyre kamerave, cila do jetë kompania ose sa do jetë kostoja e implementimit fizik të këtyre kamerave, kush do jetë pagesat që ne do bëjmë për licencimin e këtij aplikacioni, softwareve, analizës danave etj. Pra ka shumë pikpyetje që nuk sfigohen, thjesht jepet një emër i madh një kompanie gjigante, përmenden disa partnerë për të mbyllur gojen dhe për të intimiduar në një farë mënyre gazetarët, analistët, politikanët që të ngrinë pikpyetje, se në momentin që përfshihet një aleat, një pjesë e madhe e gazetarëve, analistëve dhe politikanëve janë të friksuar sepse mendojnë që duke goditur një investim i cili mund të jetë i gabuar ose mund të cënojnë sigurinë e qytetarëve, po godasin nga një alat. Jo, nuk po godasin alatin, po flasin për kompani private. Sikurse kanë qenë të gjitha investimet që janë kryer deri më sot në Shqipëri. Pra të gjitha janë me kompani private. Pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat po investojnë dhe po paguajnë dhe po ndjekin një projekt të caktuar, ose nuk kemi Izraelin ose nuk kemi Emiratet e Bashkuara, por kemi të bëjmë